Nova Kastriota me një projekt i cili ka në fokus nxitjen dhe fuqizimin e komunitetit për të sjell më afër sitin e Bylisit si një resurs kombëtar dhe njëkohësisht pse jo të shfrytëzohet nga kjo zonë dhe për resurse më të shumta ekonomike. Për mua është kënaqësi rreth parë që të vi dhe të flas për Bylisin, sepse unë kam realisht me merak të madh në qytet. Për shumë arsye, edhe për faktin që ne po diskutonin me profesorin Bar që është nga ato qytete tipike që edhe nuk ka praktikisht mbivendosje. Pra, nëse duam një qytet identitar, tipik, i lirë, të qartë, të ngritur, të zhvilluar krejtësisht nga Ilirët, sigurisht me pushtime të vogla, ky është qyteti Bylisi. Dhe ndoshta edhe për këtë arsye do duhet ta administronim shumë më mirë se që administrohet, dhe ta reklamonim shumë më shumë se që reklamohet, dhe të vinim pa edhe ato elementet që janë për mua shumë të veçantë. Për Bylisin, për neve të lajtës këtu, ne nuk e dim, unë për vetëm time, nuk e di faktikisht kur ka qenë data e parë që unë jam njëjtur me Bylisin, pasi neve. Për neve njëtet dhe si i themi ndryshe dhe në gradisht. Që në fëmijën tonë i kemi folur gradisht. Dhe për Bylisin kemi një kam një njohje gjithë e hershme. Bylysi mua më lidh, themi, fëmijëria ime. Jam djalë i lagjes tu. Themi shumicën e kohës e kalonin në Bylis. Gjatë verës për të punuar dhënat e kontributit tonë, gjatë periudhës tjetër pastaj jo për të luajtur, jo për të, kështu që e njoh Bylisin dhe jam shumë i lidhur me Bylisin. U kthyem nga Italia dhe kemi hapur agroturizëm Bylis për t'i dhënë pakjet themi kësaj zone. Unë për veten time kam dhënë të jetoj në Shqipëri. Dhe këtë vendim e kam marrë vetë personalisht dhe janë shumë krenar që kontribuojnë në vendin tim dhe në vendimje. Unë për veten time këtë detyrë e kam marrë para 3 vitesh, e kam marrë vitin 2023. Dhe kur e kam parë që ky vend u shpall vakant, kam aplikuar dhe për mua ishte një ëndër që unë punoja të kthesha në vendimje, unë momentalisht jetoj në Ballsh për 18 vitesh. Dhe thash do rikthem vendin time, do jap kontributin tim. Nga ato që na kanë treguar të parët tanë që është një qytet shumë i lashtë. Te Marini kemi parë që ka parë gjithmonë të vërtetën. Se e kemi thënë Marini është shumë patriot, po në fakt me diskutimin që pata me Marini tha, jo, unë përpiqem të jemi vërtet dhe të gjurmoj të vërtetën. Se patriotizmi të bën patriot, do në vërteta të bën patriot. Ai nuk u dëroj nga qëndrimi i tij, madje e ritheksoi qëndrimin duke pohuar me idenë që ishte bazuar tek të dhënat të enciklopedisë Trikani. Fakt nuk është e vërtet, sepse Trikani nuk e thot kërkund atë që ai pretendonte, por në fakt ishte bazuar tek Wikipedia. Të gjithë ata që janë të fushës që merren e dinë që Wikipedia nuk është një burim zyrtar, nuk ka dhëna të sakta, pra mund të ketë edhe shumë të deformuara, sepse ato bëhen nga njerëzit. Kështu që për mua ka qenë një nga shtysat e rëndësishme për të marrë në Bylisin, sepse nëse ne tolerojmë te ky qytet që e ka shumë qartë historinë e tij, shumë qartë identitetin e tij, shumë qartë mënyrën se si është ndërtuar, do thotë që i bie të bëjmë realisht një autogol shumë të madh për identitetin tonë. Edhe u them këtyre të zonat atë, bashkisë Selenisë se çfarë janë ka atje me radhë, hajde promovoni. Se tërë se turistët në ta, vi për vizituar peshkopatrën e Sheh Klementit, se Sheh Klementi është shenjti më i shquar i slavëve, e kanë të parin. Do më dhe mos kalo pa u kthyer në Bylis, të shikosh bukuritë e tia. Me gjithë se barbarët e shkatëron, a i prap është i bukur. Më thënë, shpërej e kështu që ti që i kalon, do të kthesh pa tjetër, të shikosh Bylisin. I dhe një herë rjetat të taj. I hodhën rjetat, do mushet rjetat plot. Edhe kjo tani, se duket mirë fotografia këtu, kjo rjeta e këtia është plot. Ostrogotët, dhe me thënë, ishin të 2 palët, ishin Gjermani. Por ata kur erdhën të parët, duk gjetën mure. Dhe gjetën qytetit pa fortifikuar. Dhe pjesën më madhe të qytetit gjetën pa fortifikuar dhe bën krimet më të tmerrshme. Dërguar krye arkitektin e perandorisë për të ndërtuar muret e Bylisit, Viktorini. Krimimet janë bërë çik më vonë se në vendet e tjera. Dhe ne kemi kapur duke
parë shkallë me shkallë grimimit që ishin bërë, i kemi kapur dhe evolucionin që ka pësuar kisha shkallë, nga njëra periudhë në periudhën tjetër. Dhe kemi parë që në Bylis, në shekullin e 6, janë futur dhe ikonat. Tani Bylis, i pajtor, ishte Shëndandre. Kur katedralja ose Peshkopata kishte shenjtor këtë person, ky ishte pajtor ose mbrojtësi i gjithë zonës, i gjithë krahinës. Dhe të tjerë që shikonin ku pakzosh. E vogla këtu për fëmijë. Më thënë se mbaruat më dhej, ku pakzosh. Doni të shikonin rrini këtu sipër. Edhe shikonin këta këtu brenda. Dakord? Kjo ka qenë me pikturë, ka se ti kanë ngjerë këto pasion ngjerë tani. Ishte tani shkallë, shikoni shkallë? Kjo është shkallë. Edhe kjo ishte me dysheme, këtu lëvizin ata, shkonin aty dhe shikonin ku bësh pakzimi, gropë pakzimit e shkjo. Kjo 3 kate, këto ansoret ishin 3 kate. Këto që ishin ambe këtej me mere, me ngërtjeror të mirë, mori futi këtu i bëri ngërtjere. Çfarë duhet bërë për të përmirësuar? Pasurisë që ka, për shkak të historisë e trashëgimit. Të shkëputura, Byli Densis, tani, shikoni këtu, B, Y, L, I, D, të rjeshti që ka shrohet e mëdhaja. Ju keni vlorën sot? Po sulmon. Deti tregti. Tani. Priam ju gëzua kur e ne ata dalë në atë mënyrë, më marr për këtë me grek. Kur vi bushkatë që Kush më thë diçka. Përshëndetje të gjithëve, si shta dhe me Vila, ne do prezantojmë sot për pjesën e modelit të Lorberon, por njëkohësisht dhe modele të tjera. Pse Lorberon dhe pse vendos Lorberon? Sepse është një model shumë i suksesshëm në gjithë pjesën jugore të vendit, dhe flasë gjithmonë për pjesën e zanave apo dikush tjetër, por mos harrojmë që ka shumë biznese të cilat kanë marrë shumë ndihmë nga shteti, dhe ka biznese të cilat kanë nesër vetë. Dhe se unë nuk jam atë shembullin që gjithçka pranohet. Kështu që duhet ne të apërçojmë pak mesazhin e disa degave që nuk e kanë njohurinë e vendeve të duhur. Guest House, agriturizëm, Lorberon. Si atyre 2 ditëve, unë mendoj se gjithë ata që morën pjesë, ne e pamë Bylisin me një sy tjetër. dhe rrethinët mund ta kombinosh sepse është për njerëz që se kanë para asnjëherë në Shqipëri, donin diçka edhe më shumë. Thoshim shtëpia është e jona dhe mikut dhe e Zotit. Okej? Këto janë koprat e selbive, unë i bëj krem. Pra krem për trupin dhe kjo është një anticelulit dhe antirudh shumë i mirë. Këto produktet e para. Por ndoshta deri në fund të majit kjo do pesfishohet. Janë veshje të buara me dorë, janë të qëndisura me fjari. Cikra, faci punë sa më shumë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që ishit edhe ju arsa në bujtinat tuaja të shef. Uroj shumë suksese. Mira, me zgjidhje more, ja do ta dhamë edhe unë. Vinë nga gjithë botës. Gjesin Malin. Gjesin Malin edhe vinë plus që vinë te Vila Goliku dhe bëjnë hiking për në Zagorie, që dalin në Zagorie, Sheper, Otobel, dalin për me. Pastaj kemi byrekun me preshe dhe me qumësht edhe me vezë. Kemi pastaj specat me gjiz me vezë. Pastaj kemi patatet patjetër. Ndihmoj shefin e kuzhinës për të nxjerrë pjatat sa më të ngrohta dhe të shijshme. Kemi vënë aty? Po. Edhe çajin e malit, po e ngrojmë që ta nxjerrim të ngrohtë.
Dhe një portokalopika që e bëjmë vetë, se e kam bërë vetë. Portokalopita që është. Portokalopita që është vetëm me portokall. Keni ardhur në Vilën Goliku, që është i bashkëshortit tim Vëndali, është nga Peshtani, kurse unë vetë jam tiranse, martuar andej, edhe bashkuam në Greqi 27 vjet në Mikono, kemi jetuar në ishull të turizmit të Mikono, dhe pasaj na u dha një ide, u kthyem, se pam që vendi po zhvillohej, Vjosa po merrte tjetër drejtim, dhe tham të ktheheshim të bënim këtë bujtin. Më para ka qenë një kërkesë e madhe e telefonit, kurse tani për shumë kanë arritur që të cilësinë dhe duan të shijojnë atë pjesën e erës që kanë aroma dhe njëtë anë që ha. Kështë me kasht, kështë punim me kasht, me ruajtur. Shumë kemë pikturat shumë nga ta qikohë rejnë socialist, ka qenë në djali i ka për të pikturë e ti, autoportret. Kemi edhe këto punimet në kryqi katolik, kemi këto të vjetët, këto këpuse vjetët 1800-1700, një pistolet me mulli. Pse u solëm të krenari? Krenari është një model punishte, cili tani e ka kthyer të punishte në një turizëm të qëndrueshëm me produkte tipike. Ne kemi formuar përmet në vitin 2013 Stokut Përmeti, kishte lëvizja e parë për mbrojtjen e ushqimeve në Shqipëri. Pastaj më vonë pas Përmetit bë frymë Kelmendit edhe më vonë dhe prezantuan produktet tona jashtë, në çdo vend panajër jashtë shtetit, në mënyrë që të merrim marka gjeografike, të brendonin produktet. Këto kërkesa e zjerjes që neve e zjem trupin. Dhe mbas zjerjes neve hedhim në ftoje për ato zjerëpsen, sepse sot ka ardhur klienti kërkon sa më pas. Brakit tipike, mjalti, tranat, çdo gjë domethënë që është tipike e zonës. Domethënë këtu ka pas raste që njerëz nuk kanë fjetur dot, kanë shkuar në Gjirokasë ose kanë shkuar në qytet tjetër. Fundjavave sidomos, flasim. Përmeti ka qenë full domethënë me turizëm.